Thënie nga Ludwig van Beethoven. Beethoven ishte kompozitor, pianist dhe drejtues orkestre. Citojmë thënjet e tij. Muzika duhet të shpërthej zjan nga zemra e burrit dhe të nxjerrë lot nga sytë e gruas. Muzika është një zbulesë më e lartë se çdo dije dhe filozofi. Bubullimat tingëllojnë, zhurmojnë dhe gjëmojnë rreth meje, derisa të hedh ato në nota. Muzika më vjen më lehtë se fjalët. Duhet të rrethej se bëj një jetë mjerueshme. Prej gati 2 vitesh, nuk kam marrë pjesë në asnjë veprimtari shoqërore, vetëm sepse kam të pamundur të them njerëzve jam i shurdhër. Nëse do të kisha ndonjë profesion tjetër, mund të përballesha me dobësinë time, por në profesionin tim është një handicap i tmerrshëm. Ti je një mik i lumtur, sepse dëshiron t'u japësh lumturi dhe gëzim shumë njerëzve të tjerë. Nuk ka asgjë më të mirë apo më të madhe se kjo. Vetëm njerëzit të pastër në zemër mund të bëjnë një supë të mirë. Ai që je rastësisht nga lindja. Ai që jam vetëm. Ka dhe të ketë 1000 princa. Ka vetëm një Beethoven. Fatin do ta ka përfyti, me siguri kur nuk do të më mundë plotësisht. Muzika është vera që frymëzon njeriun për procese të reja gjeneruese, dhe unë jam ai që shtrydh këtë verë të lavdishme për njerëzimin dhe i bën ata të dehen shpirtërisht. Një poet i madh është Gjevahiri më i çmuar në një kombi. Muzika është ndërmjetësi midis jetës së shpirtërore dhe asaj sensuale. Asgjë nuk është më e patolerueshme se sa të duhet të pranosh vetes gabimet e tua. Miq të duar tërkasin, komedia mbaroi. Kjo është shenja e një njeriu vërtet të admirueshëm, qëndrueshmëria përballë të lashëve. Beethoven mund të shkruaj muzikë falë Perëndis, por nuk mund të bëj asgjë tjetër në botë.